Tema 110, kur dëgjon këndimin e xhelit dhe pëllitjen e gomarit. Domthon duaja, lutja, çka duhet me thon kur tani të knusi, edhe xheli, që i thojmë në gjuhën letrare, se di knusi është në gjuhë shqipe ajo. Edhe këndusja në gjuhë shqipe, me siguri. Po. Edhe gomarin. Ka thonë pejgamberi sa hadith, kur të dëgjoni xhelin duke kënduar, luteni Allahun që t'ju jap nga mirësitë e tij. Domthon e ka përmendur edhe hadithin këtu, Allahumma inni es'aluka min fadlik. Ndërsa kur të dëgjoni gomarin duke pëllitur, kërkojeni mbrojtje tek Allahu nga shejtani. Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Ky është prej suneteve që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa herë ta dëgjojmë knusin të knu, është mirë me thon Allahumma inni es'aluka min fadlik. Ose o Zot, na shto bereqetin. Banë edhe shqip me thon. O Zot, na shto bereqetin. Disa transmetime ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, xheli i sheh me lajket. Allah ja ka mundsu, mi pa me lajket, dhe kur i sheh ai me lajket, dhe muslimani thot, o Zot, na jep i bereqetit ton, me lajket bojnë amin. Kur e thotë që dua, me lajket bojnë amin, dhe inshallah kur bashkohet duaja jote me duan e me lajkeve, inshallah kjo lutje pranohet. Subhanallahu, për vlerës të knusit ose xhelit është se Allahu ja ka mundsu mi ditë kohën e namazit, sidomos kohën e syfyrit, fillimin e syfyrit, lajën e syfyrit edhe sabah. Çitku që është më kritike për njerëzit për muçun sabah. Fillimi i syfyrit, lorja e syfyrit edhe sabah. Saqë disa për dietarëve ku gjetë te Shafit kanë thonë që nëse nuk ka mundësi muslimani me ditë kohën kur qysh, kur është syfyri edhe kur përfundon syfyri, banë më mbështet në xhelin. Në knusin se Allahu ja ka mundsu, ka inspiru mos me gabu kohën. Edhe puni me është, kush ka pula, e din që puni me knusi, domthon nashti as minutat nuk i luajn asnjëherë. Se mo kështu më shumë se minuta jo, domthon e kam mbështet nashti 1 minutë, 2 minutë nuk i luajn. Çfarë i përpik që? Dhe kjo subhanallahu, kjo është prej mrekullive. Në momentin që e lën që kënon knusi lirisht, këshire se syfyri ka kalu. Ka hi koha sabahit. Pastaj kënon apet hala ma vonë domthon që është koha e fundit e sabahit, ose tu lind tilli. Kjo është prej mrekullive të Allahut, pse na nuk e mendojmë. Në çato hadithe që kallëzohet, domthon disa hadithe tjera pejgamberi ka kallëzuar që ky e sheh me lajket, knusi kur knojnë. Çysh i sheh na nuk e di. Edhe kjo më rëndësi. Se është një farë lloj diskutime në internet, i kanë shkep disa fjalë, disa mjekëve që xheli po më i kam i po do farë ngjyra ultraverze në univers, diçka më shumë se sa njeri, se nuk e dim. Nuk e dim për këtë. Kjo don një studim pak më serioz, nuk guxojmë me thonë që është mi po, a e dim që ishe me lajket e dim. Qysh ishe në çfarë forme, Allahu e din më së miri. Më po ishe, dhe kur t'i shohin, bëjmë na dua dhe inshallah edhe me duat e me lajkeve bashkohen me duat e tona. Kurse këtu tash me gomarin. Subhanallahu, zoni i gomarit për një me është i ronë. Edhe meni është i ronë. Edhe për ata dhe populli e përdor që mos bërtit si gomar. mos bërtit si magazh tëna, mos e çon zoni për pjetë, se është zoni pa dëshirueshëm te njerëzit, subhanallahu. E pengon vesh. Edhe gomari e shef shejtane. Kur bëjnë gomari, kur pëllitin gomari, që thonë kështu në gjuhën tonë, kur pallin, po besë s'më kujt e ke. Se këtu tu e lexu pëllitin tash, kur pallin magari, do të më thonë eudhu billahi minash shaitanir rajim. Me kërku mbrojtje, mos me mbet shejtanat afër neve. Allah na ruaj prej shejtanit edhe kurthave të tij. Dhe na pranoj lutjet, gjitha që i bëjmë, ato që i bëjmë shetazi dhe ato që i bëjmë haptazi. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.